Greqia ka shpallur në ngrata gazetarin investigativ Artan Hoxha duke e cilësuar të padëshirueshëm dhe kërcënim për rendin publik, duke ndaluar përjetësisht për të mos shkelur në territorin grek. Gazetari Hoxha ka qenë ditën e djeshme duke udhëtuar drejt qytetit të Janinos, kur është ndaluar nga policia greke e kufirit në pikën e kalimit kufitar të Kakavias. Në sportelin e policisë kufitare, ku kryhet kontrolli pasaportave për qytetarët që hyjnë në territorin grek, gazetarit Hoxha i është komunikuar se nuk mund të hyjë në Republikën e Greqisë pasi përbën rrezik për rendin publik dhe sigurinë e brendshme të këtij shteti. Pasi është marrë pasaporta, ai është mbajtur për rreth një orë në policinë greke. Rreth orës 10:30 me orën lokale, i është komunikuar vendimi i autoriteteve greke që e shpall non grata për një afat të pacaktuar. Në vendimin që policia greke i ka dorëzuar gazetarit Hoxha, thuhet se e para është karakterizuar si personi i padëshirueshëm, e dyta konsiderohet personi i rrezikshëm për rendin publik dhe sigurinë e brendshme, për shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare të një ose shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Më pas, gazetarit Hoxha i është vendosur kryq me stilolaps në pasaport mbi vudën e policisë greke dhe i është kërkuar të largohet menjëherë nga territori grek. Ky është një rast i përsëritur nga autoritetet greke ndaj gazetarëve shqiptar, të cilët kanë denoncuar apo ekspozuar aktivitete të palishme në dëm të interesave të Republikës së Shqipërisë apo në dëm të interesave kombëtare shqiptare. Gazetarit Hoxha i është komunikuar se ky vendim është marrë në fillimin e vitit 2024, në kulmin e fushatës për zgjedhjet parlamentare të Bashkimit Evropian, kur në listën për eurodeputet të partisë në pushtet Nea Demokratia e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis kandidonte Fredi Beleri me shtetësi shqiptare dhe greke. Gazetari Hoxha shkruan Ballkan Web, përveç se ka denoncuar publikisht aktivitetin e Belerit në masakrën e Peshkëpis në vitin 94, ku mbetën të vrarë 2 dëshmorë të atdheut, është përballur edhe në procese gjyqësore në gjykatën penale të Tiranës gjatë vitit 2023-2024. Ndër të tjera, gazetari Hoxha e ka denoncuar aktivitetin e Belerit në dëm të interesave shqiptare dhe në artikuj investigativ në median greke gjatë fushatës për zgjedhjet e Parlamentit Evropian.